Pse është i rëndësishëm ekipi multidisiplinar në procesin e vlerësimit? Ekipi multidisiplinar është modeli më efektiv i vlerësimit të fëmijës. Ndryshe nga disa problematika të cilat mund të diagnostikohen me anë të analizave të veçanta apo testeve imazherike, ajo që na çon drejt diagnostikimit ose jo të autizmit janë një grup sjelljesh dhe niveli i ashpërsisë së tyre. Duke marrë parasysh natyrën e çrregullimit të spektrit të autizmit, i cili prek fusha të ndryshme të zhvillimit të fëmijës, na lind nevoja e pashmangshme që fëmia të vlerësohet nga specialistë të ndryshëm. Arritja e një diagnoze të saktë dhe artimi i sakt i programeve edukative jo gjithmonë është e lehtë. Është specialisti i komunikimit ai që analizon zhvillimin e gjuhës dhe komunikimit. Psikologu luan një rol kyç në vlerësimin e sjelljes, duke identifikuar sjelljet përsëritse, interesat e kufizuara dhe ndjeshmëritë të veçanta që shfaq fëmia nga stimujve mjedisor. Si pjesë e ekipit multidisiplinar, mjekja neuropediatre përjashton apo merr në konsiderat problematika të tjera në aspektin mjekësor. Mjeku psikiatër, i cili bazohet në informacionin e mbledhur dhe vëzhgimin e fëmijës, më pas vlerëson simptomat për të determinuar nëse plotësohen kushtet, kriteret e një diagnoze të caktuar. Ky vlerësim gjithëpërfshirës na shërben në hartimin e programeve ku janë të integruar analiza dhe rekomandime nga specialistë të ndryshëm në mënyrë që fëmia të marrë një trajtim të plot dhe të personalizuar gjatë ndjekjes së terapisë në ambientet e kopshtit dhe në ambientet e familjes. Grupi multidisiplinar është standard i lartë i vlerësimit dhe trajtimit të fëmijës me çrregullim të spektrit të autizmit, i cili na siguron se të gjitha aspektet e zhvillimit të fëmijës do të merren parasysh.